Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë vëmendje një vajzës e cila është duke bërë një revolucion në rrjetet sociale. Do ndaloj të flas për Sara Gjordenin. Sara Gjordeni ditët e fundit po bën bombën e madhe. Po bën lëvizjet e mëdha, po ngren në fakt pikpyetje të mëdha se çfarë po ndodh me fatin e saj. Në Instagram po të futemi te Sara, që do t'ju kisha rekomanduar futuni më shpejt të gjithë, të shikoni një story. Një story që është publikuar natën e mbrëmshme, që Sara ka publikuar datën 11 nëntor. Çfarë simbolizon data 11 nëntor për Sara Gjordenin? Mos ka lidhje me Big Brother VIP Kosovën, ku Sara mund të ketë marrë një ofertë shumë të mirë dhe mund të jetë një protagoniste interesante në këtë Big Brother në rolin e opinionistes, apo mund të jetë edhe në opinioniste Big Talk, por fan klubi i Big Brother VIP Kosovës nuk do të starton me një herë, do me thënë, qëndrojmë aty, kjo është një hamendësim, është një haludim që unë po bëj, sepse Sara Gjordeni ka zbuluar vetëm datën 11 nëntor. Tani, sipas të gjithë gojthënave, pritet që data 10, 11, 15, 9 nëntor të jetë data kur do të startoj Big Brother VIP Kosova. Ditën e djeshme, moderatori dhe njëkohësisht edhe producent i këtij Big Brotherit, Alaudin Hamiti, kishte postuar një fotografi duke bërë një cheers, një gëzuar me Jonida Vokshin, që u konfirmua që do të jetë moderatoria e Big Brother VIP Kosovës edhe këtë vit. Por në anën tjetër, Sara Gjordeni ka postuar 11 nëntorin, pasi që u komentua shumë nga gocat në Top Albania Radio, që Sara do t'ishte, do me thënë, mund të ishte njëra nga opinionistet e Big Brother VIP Albania, ndoshta Big Brother VIP Kosova ka vepruar pak më shpejt dhe ka rëmbyer Sarën. Në fakt, do t'ishte ideale që Sara Gjordeni të mbante rolin e opinionistes, sepse unë e kam thënë edhe më herët, më duhet ta ripërsëris. Më thënë, është një vajzë që ka një botë të zhvilluar në mënyrën e të shprehurit, në mënyrën e oratorisë së saj, e njeh mirë formatin, e njeh lojën dhe besoj që do të ishte një gjykuese e drejtë për banorët brenda shtëpisë, por ndoshta të gjitha këto do të binë në ujë dhe Sara është mbështetëse dhe suportuese e datës 11 nëntor, se ndoshta Bardhi do të nxjerrë ndonjë super premier të bukur dhe Sara me mekanizmin e saj të marketingut rrit ndjeshëm pikpyetjet se çfarë po ndodh në jetën e saj. Unë shpresoj që të jetë një rol i opinionistes, në fakt do ta doja me gjithë zemër, por dua të marr mendimin tuaj në këtë raport. Çfarë mendoni se do të ndodh më datën 11 nëntor nga Sara Gjordeni?